Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte ku do të diskutojmë për tema mjaft të rëndësishme për vendin. Ne fillimisht do të flasim për ditën e Kushtetutës, ku me mua në studio do të jetë avokati Ilir Bekteshi, i cili do të na njoftojë më shumë rreth zbatshmërisë së Kushtetutës së vendit për të kaluar tek çështjet politike në vend. Mirë, po fillimisht ju le të njihemi titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thekson se sot shënohet një nga momentet më të rëndësishme në historinë shtetërore të Kosovës, miratimin e Kushtetutës sonë, që më 9 prill të vitit 2008 i vuri themelet juridike dhe institucionale shtetit tonë të pavarur. Presidentja Osmani theksoi se Kushtetuta është kontrata jonë e përbashkët për një shoqëri demokratike, të drejtë dhe të barabartë. Mëtej, Vjosa Osmani ka thënë se një shtet që i përmbëhet dhe i respekton girmën dhe frymën e Kushtetutës është garantues i një të ardhme të sigurt dhe të drejtë për të gjithë qytetarët e tij. Sot bëhen 17 vjet nga miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua me 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor në të njëjtin vit. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të vendit. Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute rrjedh nga plani i Mati Hatisarit, duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve minoritare dhe një ambient më të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushtetuta definon Kosovën si një shtet me pikpamje neutrale ndaj fesë, nene 8. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. Ende nuk dihet nëse kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti do t'i ftoj për bisedime PDK-n dhe AK-n, pas refuzimit që i bëri dje Lidhja Demokratike e Kosovës për një koalicion të mundshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk është deklaruar sot nëse do t'i ftoj apo jo partitë e tjera opozitare për takim pas përgjigjes që i ka kthyer kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku. Kurti po ashtu ka refuzuar të komentojë qëndrimin e LDK-s përmes letrës së kryetarit Abdigjiku. Kryetari i LDK-s ka refuzuar ftesën e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit për diskutime lidhur me një koalicion që do ta formonte qeverinë e re. Albin Kurti në përvjetorin e 26 të betejës së lavdishme të Kosharës ka bërë homazhe në kompleksin memorial në Koshare për të nderuar sakrificën e dëshmorëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. 26 vjet më parë me betejën e lavdishme të Kosharës, ushtria qlirimtare e Kosovës me luftëtar nga pothuajse të gjitha njësitë të zonave operative të saj, e shembi kufirin që ndonte shqiptarët, kufirin që ndonte Kosovën nga Shqipëria, e që ishte i vjetër që nga viti 1913, respektivisht 1918. Nga radhët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ranë dëshmor 114 luftar, me në krye komandantin Agim Ramadani Katanën dhe Sali Qekun, por gjithashtu kishim edhe mbi 400 të plagosur. U vranë së paku 108 ushtar e oficer të ushtrisë agresore e okupatore serbe dhe përveç kësaj është e rëndësishme të theksohet që në radhë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës kishim vullnetar nga Franca e Algjeria, nga Italia, Suedia e Britania, ndërka që në radhë të ushtrisë së Serbisë kishte mercenar nga Rusia. Ne vim këtu tek varët e dëshmorëve që t'ja kujtojmë, përkujtojmë vetës se sa e lartë ishte sakrifica e tyre, sa e lavdishme është lufta UÇK-s dhe sa i madh çmimi i lirisë që e gëzojmë e të shtetit të cilin po e ndërtojmë së bashku. Betejë e Kosharës me 9 prill 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta është një ndër më të përgjakshmet dhe më heroikët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Betejë e Kosharës ishte njëra ndër hallkat më të fuqishme në zinxhirin e pakpotshëm të historisë kombëtare dhe si e tillë do të përkujtohet gjithmonë ndër shqiptar. Në kuadër të manifestimit përkujtimor për 26 vjetorin e betejës së lavdishme të Kosharës,
në emër të presidentës së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur Donika Kada Bujupi, e cila ka theksuar rëndësinë historike të kësaj betejë, të cilën e ka quajtur si një pikë these për lirinë dhe shtetformimin e Kosovës. Ajo rikujtoi nisjen e betejës me 9 prill të vitit 1999 dhe rolin udhëheqës së strategut ushtarak dhe heroit kombëtar Agim Ramadani. Ish kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, solli në kujtesë figurat emblematike të kësaj beteje, duke përmendur Agim Ramadanin, Sali Çekun dhe Xhemail Fetahun si përfaqësues të atë dhe dashurisë, intelektit dhe vlerave tradicionale të kombit. Beteja e Koshares me 9 prill të vitit 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta është njëra ndër më të përgjakshmet dhe më heroikët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Beteja e Koshares ishte njëra ndër hallkat më të fuqishme dhe zinxhirin e pakputshëm të historisë kombëtare, si dhe e tillë do të përkujtohet gjithmonë ndër shqiptar. Për shënimin e ditës së Kushtetutës, e cila është sot në prill, pra ditën kur filloi të shpallet Kushtetuta e Kosovës dhe filloi zbatueshmërinë e saj me 15 prill, të ftuar me mua në studio është avokati Ilir Bekteshi, i cili do të na njoftojë më shumë rreth çështjes së sa respektohet Kushtetuta e vendit, po ashtu edhe për çështjet që kanë të bëjnë me gjyqësorin në vend. Ilir, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e infodesë. Faleminderit, të nderuar, shumë faleminderit për ju shpërftesën. Pra sot është dita e Kushtetutës, si e shihni ju, sa po respektohet Kushtetuta në vendin tonë? Po sa dhe kemi ditën e Kushtetutës në institucionet në Republikën e Kosovës, sot është ditë pushimi. Sa i përket të respektueshmërisë së Kushtetutës, mund të themi që është në një nivel të kënaqshëm, edhe pse kemi raste të shpeshta kur Kushtetuta nuk është që ka një respektim të kënaqshëm as sa duhet. Për shembull, në kujtesën tonë kemi raste ku edhe për shkak të shkeljes kushtetuese janë shkarkuar edhe president. Por nëse shikojmë në përgjithësi Kushtetuta e Kosovës respektohet, dhe kjo është ajo që pritet nga institucionet, nga të gjithë personat, që Kushtetuta ta ketë respektin, sepse është akti më i lartë juridik i një vendi. Mirë po, kanë kalu vite kur ne kemi shpallur pavarësinë e vendit, pra kemi pas shumë raste kur ju jemi drejtuar gjykatës kushtetuese. Si shihni ju punën e gjyqësorit në vend, sa e zbatojnë ata në përpikëri Kushtetutën e Kosovës? Po, në Kosovë, gjyqësori jonë ka 3 shkallë. Shkalla e parë, shkalla e dytë, shkalla e tretë, që i përket gjykatës supreme. Ka raste kur vendimet të 3 shkallave të gjykatës Kosovë kthehen në rishqyrtim nga ana e gjykatës kushtetuese për shkak se gjykata kushtetuese gjen shkelje në vendimet e gjykatave të Republikës Kosovës. Dhe kjo ka shumë raste në praktikë që gjykata kushtetuese është ajo që i ka kthyer në rishqyrtim shumë vendime të gjykatës shkallës parë, shkallës 2 dhe shkallës 3, të cilat kanë qenë të detyruara dhe ku ja dhënë rekomandime nga ana e gjykatës kushtetuese që të shqyrtohet edhe një kushtetueshmëri aty në vendime për shkak se e njëjta ka gjithë shkelje aty. Dhe për këtë 3 shkallët e para të gjykata në Republikën e Kosovës janë të obliguara që t'i zbatojnë rekomandimet dhe vërejtjet e gjykatës kushtetuese. Sepse gjykata kushtetuese nuk është ajo që mund të vendosë të nxjerrë një vendim, shembull ta aprovojë një kërkesë, një padi ose çështje penale të vendosë konkretisht ajo. Por duhet që ajo zakonisht i kthen në rishqyrtim, në rivendosje tek shkalla e parë, shkalla e dytë, shkalla e tretë, pastaj nëse gjen shkelje, vendos gjykata kushtetuese për rishqyrtim ose rivendosje prapë të atij vendimi. Përmendëm rastet se kur është shkelje gjykata kushtetuese dhe kur një president pra u shkarkun nga pozita e presidentit, pra pikërisht ndodhi në vitin 2010, 2 vite pas miratimit të gjykatës kushtetuese, ku Fatmir Sejdiu atë kohës ishte presidenti i vendit dhe u shkarkua nga pozita për shkak se e la të ngrirë postin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe, gjykata kushtetuese kishte reaguar menjëherë, pra, secilën rast që kanë të bëjë me shkeljet të këtyre vendimit.
Patëm edhe rastet e Begjet Pacolli, kur në vitin 2011 pra u zgjedh edhe si presidenti i vendit, po ashtu rastet të ngjashme pati edhe Abdullah Hoti, i cili në krye të ekzekutivit qëndroi vetëm 6 muaj pra. Gjitha këto raste na tregojnë fuqinë që ka Kushtetuta e Republikës Kosovës. Edhe në kushtetutë, që në fillim të kushtetutës e kemi që kjo kushtetutë akti më i lartë juridik i një vendi. Këtë rast Republikën e Kosovës dhe patjetër që ajo nuk pyet ta është president, ta është kryeministër, çfarë do pozite që ka brenda Republikës Kosovës, kushtetuta akti më i lartë i këtij vendi dhe duhet të respektohet maksimum. Këto raste kanë qenë të paevitueshme. Si rasti ish presidenti Fatmir Sejdiu, rasti ish presidentit Begjet Pacolli, edhe pse është dyshim tek ish presidenti Begjet Pacolli sa mund ta quajmë president, sepse ka qenë kohë shumë e shkurtër. Ka qenë kohë shumë e shkurtër ajo që ka mbajt, edhe ka qenë mënyra e zgjedhjes atij si president. Disa ditë pra ishte. Disa ditë ka qenë në cilësitë presidentit, por që shkelja më njëherë është evidentuar nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse ato ka pas shkelje të kushtetutshmërisë dhe ka ardhur deri te vendimi për shkarkimin e ish presidentit Begjet Pacolli. Pra, ishte edhe qeveria e parë, pra qeveria Hoti, e cila u rrëzu me vendim të gjykatës kushtetute në vitin 2020. Pra, ishte qeveria e parë ku me një vendim të gjykatës kushtetuese, pra patëm një rrëzim të qeverisë, që do të thotë se kushtetuta në vend e ka rolin e saj mjaft të rëndësishëm, pra. Kushtetuta në vendin tonë ka rol mjaft të rëndësishëm, siç e thatë ju. Edhe është një akt i paevitueshëm. Është akti më i lartë juridik si presidenti, po edhe te rasti i ish kryeministrit Abdullah Hoti, është qeveria e tij që është shkarkuar si shkak i shkeljeve të kushtetutës. Dhe siç e thash, nuk pyet ta është president apo kryeministër. Çdo shkelje e kushtetutës është evidentuar dhe është vepruar në përputhje me kushtetutën, e që rezultat ka ardhur deri te shkarkimi i pari presidentëve, pastaj edhe të qeverisë ish kryeministri Abdullah Hoti. Ne lusim regjin të na vendos një foto në ekran ku ka edhe ministra aktual tashmë që kanë shkelur kushtetutën e Kosovës, ndër ta është edhe ministrja e Ministri Arbolina Haxhio, e cila ka shkelur ligjin për prokurorim të Kosovës, pra një ministre e gjyqësisë, pra shkeli ligjin. Se cilësoni ju punën e saj për këto vite? Ne jemi dëshmitar kohëve të fundit një marrëdhënie tensionuar mes Ministrisë Drejtësisë dhe Këshillit Prokurorial, dhe me të vërtetë kjo nuk është ajo që dëshirojmë ne ta shohim, pasi ajo që dëshirojmë ne ta shohim është një bashkëpunim mes Ministrisë Drejtësisë dhe Këshillit Prokurorial. Kemi pa dhe akuza të ministrës ko pas kohë. Akuzat një pas njëshme. Por më saktësisht puna e saj ka vazhduar edhe për 4 vite, pra punën si ministre e drejtësisë, shpeshherë është ballafaquar pra sa hije të keqe mund t'i sjellë një ministre kur akuzon vazhdimisht punën e gjyqësorit në vend, kur në krye të saj është kjo, pra Ministria e Drejtësisë. Po, kjo ka qenë e habitshme. Ka raste kur mund të ndodhen keqkuptime ndërmjet Ministrisë Drejtësisë, qoftë Këshilli Prokurorial, qoftë Këshilli Gjyqësor. Mund të ketë mospërputhje të mendimeve ose analizave të tyre. Por këtu ka qenë diçka tjetër, ka qenë një situatë tensionuar ku ka sjellë shpesh pasherë ka sjellë akuza ndërmjet njëra tjetrës. Siç ka edhe rasti i kryeministit të tanishëm në detyrë zotëri Albin Kurtit, ku i njëjti nuk u paraqit në prokurorinë speciale për të deklaruar dhe ju shqiptuar një gjop, dhe kjo ka ngjallë më shumë tension dhe presim që ka me pas tensione edhe me tutje ndërmjet ministrisë, nëse qëndron si ministre tash ta shohim në formimin e qeverisë, ka me pas tensione të vazhdueshme mes Këshillit Prokurorial dhe ministrës. Mendoni se nuk do t'jetë aq e butë gjuha e gjyqtarëve në vend karshi ministres, se deri më tani ne nuk kemi pa edhe shumë reagime që ju kanë kundër përgjigjur ministres, pavarësisht gjuhës së ashpër që kjo ka pasur. Jo, nuk ka pas reagime të ashpra nga ana, edhe ndoshta ka qenë më mirë ky veprim nga ana qoftë Këshillit Gjyqësor, qoftë Këshillit Prokurorial. Ka mbajt në farë mënyrë vetën, nuk kanë reaguar me të njëjtën gjuhë që i është reaguar nga ana e ministrisë.
Por nuk do të thotë kjo që ata do ta falin nëse bën shkelje, nëse del para trupit gjykues do ta falin ose do ta kenë në konsiderat, sepse siç e di Ministria e Drejtësisë, pavarësisht pozitës saj si ministri, nuk ka imunitet para drejtësisë për vepra penale nëse kryen, o qoftë edhe nëse bën shkelje që kanë të bëjnë me kushtetutshmërinë, me vendimet e saj, edhe besoj që gjykata kushtetuese do të veprojë më njëherë. Mi për ne kemi pa që edhe Albulena ka shku në gjykata kur është thirrur për punën e gazit, pra edhe ndërkaq kryeministri nuk e ka pa të arsyeshme që t'i përgjigjet. Pra se ku do të shkoj, deri ku mund të shkoj kjo puna e kryeministrit pra në përgjigjet e gjykatës? Po, në rastet në cilësi të dëshmitarëve, siç është ftuar zotëri Albin Kurti, kësi raste parashihet dënimi me gjobë në rastet nuk përgjigjet, por parashihet edhe masa e paraburgimit, që është negociate deri në 1 muaj. Në kësi raste, ne kemi pa që ju shqiptuar një gjobë nëse nuk ka bëjnë në shumë prej 250 euro, dhe tashmë nga ana e gjykatës ka mbetur, ka mundësi që ta shqiptoj edhe një gjobë. Por ajo që në normalitet do ishte masa e paraburgimit. Por e gjithë kjo, situatë e tensionume që është kriju, do ishte mundur të evitosh shumë lehtë. Sepse nuk e ndalën ligji shembull që prokuroria special një prokuror të shkojë në zyrët e kryeministit ta marrë deklaratën, po ashtu edhe si kryeministër i një vendi nuk do të thotë që ka ftuar prokuroria mos shkosh, sepse është institucion i pavarur, prokuroria speciale, sistemi prokuroria në Kosovë. Por ndoshta ajo që e ka shkaktuar këtë tension ka qenë që ai ka marrë ftesën pak para zgjedhjeve. Ka qenë pak para zgjedhjeve, para fillimit fushatës zgjedhore, dhe kjo besoj që ka ndikuar shumë që të rritin këto tensione dhe që zotëri kryeministri Albin Kurti mos shkojë në prokurori speciale. Ose të favorizohet në mënyrën më të keqe nga njerëzit, duke thënë që ati kryeministri ka drejt, edhe gjyqësori nuk po e bën punën si duhet. A ka përdorur edhe për çështje fushate? Ne i përcjellshim edhe reagimet e njerëzve, ku derisa kryeministri nuk paraqet në prokurori speciale, në anën tjetër edhe ndodhet që në akuzan drejtim tyre, në drejtim në sistemin prokurorial. Dhe kemi pa një mbështetje nga ana e përkrahësve se ka të drejtë që mos shkoj atje. Por besoj që më mira kish me qenë që të shkoj në prokurori speciale, ta jap atë deklaratë dhe të përfundoj kjo punë. Këtu përfundon. Nuk ka këtu gjoba, shqiptim paraburgimi, gjithë kjo e madhe që janë kriju shumë debate për këtë punë. Po kjo punë është punë, si themi, 1 orë. Ndoshta as 1 orë nuk merr punë prokurori special në deklarim i tillë. Por ndoshta janë edhe çështje tjera që ne nuk i dim, por besoj që do të kryet. A e marrë deklaratën nga ana e kryeministit do të përfundoj. A do të përfundoj me masa më tashpra, apo do të përfundoj ashtu siç duhet në mënyrë të rregull, siç përfundon me palë tjera, marrja pyetje brenda objektit prokurorisë, ose mundet që edhe prokurorët e prokurorisë speciale të shkojnë në zyrën e kryeministit të tanish, por ta shohim çfarë do ndodhë. Përveç kryeministrit edhe Albulena Agjiu, pra që patëm punë me ligjin, ishte edhe Arveriena Gafsi, pra cila ka sjellur udhëzimin administrativ, pra ka shkelur udhëzimin administrativ, Gjellaç Fesla, ligjin për zyrtar publik, Rozeta Hajdari, ligjin për çmimet tavan, pra kemi pas shumë reagime për këto çmime tavan. Pra dhe vazhdojnë tjetë temë të diskutimit, vazhdoj e Kuran Muraki të kyrat e komunave, që bëri buj shumë të madhe faktikisht. Po, këto janë disa prej shkeljive që i kam bërë, edhe pse disa prej tyre nuk janë të konfirmuara ende, por për këta që janë konfirmuar besoj që do të ketë masa, edhe brenda një kohë shumë shkurt do të ketë veprime ligjore, që do të marrë nga organet kompetente, tash të presin dhe për të tjerë. Çfarë masa e lirë më saktësisht me u sjell nga kushtetuta e vendit në lidhje me këto shkelje? Shembull, të shkel nëse kanë të bëjnë me vepër penale. Vepër është prokuroria që duhet i filloj hetimet. Filloj hetimet të shkojë të ngritja këtë akuzës, pastaj është gjykata që e vazhdon me mbajtjen e seancës dhe shqiptimin e dënimit, që veprohet zakonisht të kryesit e vepra penale. Edhe në rastet e personave juridik, persona fizik që punojnë në institucionet Kosovës, ka vepra që përcaktojnë shkeljet e tyre, që ka pas raste ku persona fizik që punojnë në institucionet shtetërore, ka shumë raste që kryen vepra penale për shkak të veprimeve të tyre.
Edhe në këtë rast, nëse ka elemente të veprës penale, besoj prokuroria do të vazhdojë me procedurën e zhvillimit të hetimeve dhe do të paraqesë aktakuzën pranë gjykatës. Timi të saktë me publikun, pra këtë foto e ka publikuar Lidhja Demokratike e Kosovës pra në faqen e saj zyrtare, ku i ka paraqitur të gjithë këta ministra që kanë të bëjnë me shkeljen e ligjit. Lirë ne kemi pa edhe dje një lajm që pati të bëjnë me lirimin e 12 serbëve të cilët u arrestuan në Prizren edhe në Gjakov. Pra, cilat janë pikpamjet e juaj në lidhje me këtë lirim? Pra, u tha se janë në bashkëpunim me institucionet sekrete pra të inteligjencës në Serbi. Po, ne me spari fillimisht ke arrestimi tyre, ku bëm mjaft e bushme nëpër media, dhe aq më e bushme për ne, si një saj fushë si avokat në Republikën e Kosovës, ke çuditshme kur e kuptuam lajmin që të njëjtit janë liru, ku nga 12 serbët që u arrestuan të gjithë janë liruar, tashme janë të lirë. Në rast në praktikën tonë, në gjykatat tona, kemi shumë raste për personat që arrestohen për dyshime që kanë kryer vepra penale. Në rastet kur janë shtetas tuaj, 99% rasteve gjykata i cakton për aborgimin, me kërkesë të prokurorisë. Në pajtim me dispozitat ligjore nga 184 i Kodit Penal Procedurës Kosovës, sepse në çështje paraprake, në procedurë paraprake është prokuroria ajo që duhet paraqes kërkesë për caktim ose vazhdim paraburgimit. Dhe gjykata ajo që vendos. Pa kërkesën dhe kërkesën për caktim dhe vazhdim prokurorisë, gjykata nuk mund të vendos për caktim paraburgimit. Këtë rast në pjesë më të madhe ty në të arrestuar nuk ka pas kërkesë për caktim paraburgimin nga ana e prokurorisë. Kjo ka qenë e çuditshme për ne. Derisa ata është gjetur lidhje tyre me shërbimeve. Pati edhe fakte pra. Pati edhe fakte, janë gjetur edhe armë, u deklaru që pati edhe armë ato nëpër media. Ka qenë e çuditshme për ne, sepse është dashur spaku të ketë një caktim të mosës paraburgimit që bëhet në kohë zgjatje për një muaj, në mënyrë që prokuroria të ketë mundësi që të zhvillojë hetimet. Sepse tani më edhe pse të njëjtit janë liruar, edhe tash janë shtetas serb. Kemi shumë raste që shtetas serb kanë kryer vepra penale në Kosovë dhe nuk janë gjetur më. Sepse largohen në drejtim të Serbisë dhe nuk kemi mundësi që t'i marrim t'i cilëm këtu. Kemi rastin e Banjskës, ku të dyshuarit janë në Serbi dhe nuk kemi mundësi t'i sjellësh para gjykatave të Kosovës. Edhe në këtë rast, nëse prokuroria zhvillon hetime dhe vije në përfundim se ata kanë kryer vepër penale, nuk do të ketë mundësi që t'i sjellë para gjykata, sepse është gabim që i ka liruar tani. Është dashur të marrë masa në pajtim me kodit penal, atë që ja lejon prokurorit. Në momentin që ka dyshim se ata kanë kryer vepra penale, ka dyshim që do të arratisen, ka dyshim që do të ndikojnë në prova dhe dëshmitar, është domosdoshme që ndaj tyre të saktohet masa e paraburgimit. Dhe besoj që gjykata nuk ka pasur çka të bëjë këtu, nëse nuk ka kërkesë për caktim paraburgim nga ana e prokurorisë, gjykata nuk mund të vendosë vetë. Këto duhet të kemë qartë që dallon procedura paraprake dhe procedura e rregull gjyqësore. Në procedurë paraprake, para ngritjes të aktakuzës, duhet që masa e paraburgimit të caktohet, ose të vazhdohet vetëm me kërkesë prokurorisë. Ndërsa pas ngritjes të aktakuzës është gjykata ajo që vendos. Në këtë rast, aktakuzë nuk kemi, ka qenë çështje paraprake dhe prokuroria është dashur të marrë veprime drejt kërkesës për caktim ose vazhdim paraburgimit. A është dashur që të kemi një bashkëpunim me shtetin fshin, pra serbët të cilët do të na ndihmonin edhe në zbarjen e rasteve tjera, ju përmendët rastin e Banjskës, pra të ketë bashkëpunim me autoritetet edhe mënyrë që këto raste të mos të përsëriten më tutje. Po, në media ne e pam që njëri prej të arrestuarve ishte i afër me njëri person që është i dyshuar për vrasjen e policit të Afrim Bunjako dhe institucionet tona gjithmonë duhet të shkojnë nga bashkëpunimi që të sjellin, të ndriçojnë atë që ka ndodhur në atë ditë në Banjsk. Ilir, pa kaluar deri tek Banjska, pra kur në media dalin fakte, pra
që ka të bëj për shembull me vrasjen e policit edhe shumë fakte të tjera. A dëmton edhe me tutje procesin gjyqësor, pra, se përderisa thuhet kjo sigurisht që ka reagim të familjarëve e kështu. Sa e dëmton kjo çështje punën e gjyqësorit? Po, në rast Kemi pa edhe emra kështu, edhe pa u konfirmuar këtë akuzë dalin emra nëpër media, ky është ai që bëri këtë. Kjo është e keqja në sistemin tonë që rrjedhen informata shumë shpesh, sidomos nga sistemi prokurorial në prokuroritë tona, rrjedhen informata për të dyshuar se ata derisa ai nuk është i akuzuar, nuk është ngrit një akt akuzues në drejtim të gjykatës, nuk ka një vendim nga ana e gjykatës, nuk mund të cilësohet si fajtor. Tek ne ka raste si ky rastin tani dalin emra, dalin dhëna, gjë që nuk është e drejtë dhe nuk duhet të veprohet në atë mënyrë, sepse është gjykata që vendos që është pa fajtor një person apo jo, drejt kryerjes asaj vepre penale. Derisa ekziston dyshimi sa e ka kryer, është prokuroria që zhvillon fazën e hetimeve, duhet të mbledh provat në mënyrë që mos ketë publiku qasje të tërësishme në ato prova për çdo veprim që bën prokuroria. Duhet jetë në masa, ka masat fsheta që i bën prokuroria ato, nuk mund asnjë mënyrë të din publiku, të marrin vesh gjithë palët se ka masat fsheta. A ka ndodhur me u dënu dikush që i ka jep këto informacione, pra? Nuk kemi një rast që është dënu që ka dhënë informacione, rast që themi ka një vendim ndaj tij, por raste që kemi dëgjuar kështu ne si avokat jemi bashkëpunim ngushtë me sistemin prokurorial dhe sistemin gjyqësor, se kemi punën të atill, po kemi dëgjuar që ka shqiptime dënimeve të brendshme, për shembull ulje pagë, degradim pozit për shkak të dhënies të informatave, por që nuk ka një vendim nga ana e gjykatës që dikush nga këto sisteme ka kryer ndonjë vepër penale që përkon me këto veprime drejt si të themi vendosin e sekreteve mbrana masat fsheta që bën në prokurori, bashkëpunimi me të dyshuar ose diçka nuk ka ndonjë vendim specifik. Por që ka brenda sistemi prokurorial që janë degraduar në pozitë ose janë shqiptuar gjoba ndaj tyre për shkak të veprimeve të kundërlidhshme. Ilir, ne pëm edhe rastin e një 14 vjeçare që u dënu nga një 58 vjeçare, ashtu si që tha nga ana e policisë të Kosovës. A ka rastet e shpeshta të tilla, pra, në vend? Po, ne pa me rast edhe ke rast shumë shqetësues, edhe për po me keqja është kohët e fundit të rastet të dhunimit janë shpeshtuar shumë. Kemi raste, ne si avokat po na bie të ndeshemi me raste të shumta, si raste ku kemi të bëjmë me personat mitur. Zakonisht është gjënia femrore që është shumë e mitur, kemi tani gjënia mashkullore është mbi 20 vjet, si këtë rast ke 58 vjeçar nëse nuk ka bëj. Edhe këto raste janë shumë shqetësuese për sistemin tonë drejtësisë, po edhe për shoqërinë tonë, por gjykatat janë duke shqiptuar dënime të mjaftueshme në këto raste. Edhe pse ka raste specifike ku gjykata nuk po shqipton dënime aq sa parashije, sepse veprat penale për dhunim parashojnë dënime nga 5 vite deri në 10 vite, 20 vite deri ka mundësi edhe të burgimi i përjetshëm të jepen në raste të dhunimit. Dhe gjykata është rrallë herë që shqipton dënime shembull 15 vjet, 20 vjet për dhunim, 10 vjet, zakonisht janë disa dënime më të ulta. Por ne besojmë si njësi kësaj fushë që duhet ndoshta ta shpensohen paksa këto dënime në mënyrë që edhe personat e atill ta kuptojnë se me të vërtetë kjo një vepër shumë e rëndë. Vepra dhunimi i përket veprave ndër më të rënda që kanë bëjnë në sistemin tonë drejtësisë. Që për këtë rast të dhunimit shkoi edhe tek vrasja, ashtu siç ishte Dardan Krivaçës, pra ku shqiptuat edhe dënimi i tij. Po, në sistemin tonë drejtësisë, gjykatat kanë filluar që këto raste t'i marrin me seriozitet, sepse siç e thash, vepra penale e dhunimit i përket ndër vepra më të rënda në Kodin Penal të Republikës së Kosovës që janë paraparë, sepse për këto vepra parashihet dënimi minimumi 5 vite, 10, 20 deri te burgimi i përjetshëm në raste shumë të rënda, edhe pse ky vepra penale e dhunimit janë ndër rastet më të rënda. Në rastet e fundit në gjykat janë duke nxjerrë disa vendime
nëse krahasohen me vendime para 2-3 vite, 5 viteve, janë më të ashpra. Dhe me thonë, kemi një rritje të dënimit, shembull nëse për rrethonat njëjta është dënuar më herët 5 vite, tash po dënohet 7-8. E pse ka ardhur këta shpërcimi i dënimeve për shkak të rasteve të Për shkak të rasteve të shumta që janë duke bërë, që janë duke ndodhur, që për fatkeqësisht po ka shumë raste më të mitra që janë nën 14 vite. Edhe pse në sistemin në kodin tonë penal e mitur llogaritet në rastet e dhunimit në 16 vite, ndërsa mbi 16 vite nuk llogaritet që është vepër penale nëse ka pëlqimin. Por raste shumica e raste janë të ndodhur në persona me të mitur nën 14 vjeç. Edhe këto gjykatat janë duke e marrë me seriozitet, po ashtu edhe prokurorit janë duke vepruar që sa më shpejt këto raste i procedojnë në gjykat përmes aktakuzave, qoftë edhe përmes propozimeve, por ajo që duhet të jetë më të merret parasysh më shumë nga ana e gjykatit dhe prokurisë është çështja e dënimit. Sepse dallojnë rasti për rasti, sidomos rasti i fundit që rast shumë i rëndë. Sepse këto raste të gjitha janë të rënda, po kemi pas raste shembull tek minoritetet, Roma, Shkali, këto minoritetet, për shkak se në praktik, në ashtu që dim, mosha e martesës të këto komunitete është shumë e ulët. Dhe ka shumë raste dhe në gjykata nga këto komunitete kur ka raste me të mitur. Dhe gjykata mundohet që t'i marrë si rrethana lehtësuese, aq sa e lejon kodi penal, ku lejon që rrethana lehtësuese të ndikojnë në lartësinë e dënimit. Dhe këto gjykata kur i merr parasysh mundohet ta shqiptojnë një dënim më të butë. Por në raste tjera, si rasti i fundit, tu gjykata besoj që nuk do të konsideroj asnjë rrethana lehtësuese sepse nuk ka. Edhe besoj që do të shqiptoj një dënim maksimal. Aq më pak që ishte një dënim sistematik, pra nuk ishte ndodhur vetëm një herë, por kishte pasur edhe Ishte rast shumë i rëndë, edhe besoj që gjykata do ta kenë parasysh si rrethonë rënduese në rastin e shqiptimit të dënimit, dhe besoj që do të shkoj brenda asaj kohotës së dënimit që parashihet për këtë vepër penale me paragrafin përkatës dhe ndaj të një ta shqipton një dënim të merituar. Ilir, një çështje që më intereson me ditë është mentaliteti kosovar, pra shpeshherë ka qenë jo shumë i mirë, pra sidomos në trajtimin e disa rasteve, ku janë mundu me i fshi këto raste të dhunimit, pra. A ka ende kësi raste kur nuk paraqiten këto raste pra në gjykata, në polici? Kjo është keqja ajo që ndodh në kësi raste, sepse ka raste të dhunimit që po evidentohen në polici ose në prokurori pas një kohë shumë gjatë. Shembull, dhunimi ka ndodhur para 2 ose 3 vite ose 5 vite, tani masanej zbulohet, mas 3-4 vite fillon hetimin e prokurorisë, ngritet akuzat dhe vazhdon procedura. Ose ka raste që familjarët nuk e dinë. Shembull, ka rasti i fundit, sa aty ka qenë një dhunim sistematik që nuk ka pas njohuri familja. Dhe për këtë rast, në momentin që e merr vesh familja, pastaj vazhdon procedura përmes policisë, prokurorisë te gjykata. Dhe kjo periudha po shkakton shumë probleme për shkak se ekziston mundësia që të veprohet prap me ato veprime të njëjta nga ana e kryerësit, që të kryhet dhunimi prap gjatë asaj periudhe që nuk lajmërohet ai. Për shkak se kemi të bëjmë me persona të mitur. Edhe janë persona ndjeshëm edhe ka mundësi që friksohen t'i tregojnë ato veprime, çka ju ka ndodhur ose edhe manipulimi për shkak të mosës. Po, është edhe manipulimi për shkak se mosha është shumë e ulët, edhe ekziston mundësia e manipulimit dhe për këtë kalon kohë gjatë deri kemi shumë raste që siç e thash, ka ndodhur dhunimi para 2 viteve, tash fillon procedura, domethënë pas 2 viteve që ka ndodhur dhunimi, domethënë nuk është lajmëruar më njëherë. Kemi pas raste që është manipulu, është mashtru me blerë të gjërave, qoftë telefonit, qoftë zinxhirëve tarit, kam pas raste që me zinxhirtarit e ka manipulu edhe shty ajo ka ndodhur dhunimi para 2 viteve, masanej pas 2 vite kanë marrë vesh familjave dhe kanë iniciuar procedurën. E kjo ko zakonisht ka të bëj për shkak të moshës mitër. Për shkak se manipulohen lehtë, frika, gjitha këto edhe për këto raste, ka shumë raste që mbulohen, dhe zbulohen shumë vonë. Mirë po, kemi pa dhe raste për shembull siç ishte rasti i Dardan Krivaçës, pra kaloi goxha shumë kohë deri në marrjen e vendimit përfundimtar, pra që e parë para disa ditje. Kjo çështja e kohës, pra, adopton edhe më tutje procesin e gjykimit?
Edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, po edhe me ligjet që i kemi në fuqi, gjykimi duhet të bëhet brenda një kohe të arsyeshme. Dhe në rastin konkret, ka kalu një kohë të gjatë, por atë do të kemi parasysh që ai dënimi që është shqiptuar është kthyer në rigjykim. Me qëra ka filluar prapë procedura ndaj të njëjtit. Sepse shkalla e dytë ka kthyer në rigjykim me vërejtjet që i ka dhënë që të përmirësoj shkalla e parë. Dhe pastaj kështu kjo po zvarritet caktimi seancave, janë disa procedura, shembull, pas seancës fillestare, në rast të mospranimit të fajësisë, ekziston mundësia kundërshtimit, është një afat 30 ditë, pastaj është ankesa për shkallë 2 derisa të kthehet vendimi. Janë disa procedura që brenda gjykatës, të cilat e vonojnë seancën derisa të caktohet seanca tjetër. Pastaj është marrja e vendimit, mundësia e ankesës, shqyrtimi i ankesës nga ana e shkallës 2, arrja deri te një vendimi, në rast se shkalla e dytë e kthen në rigjykim, duhet prapë bëhet seanca me rekomandimet që jep gjykata e apelit, dhe kjo normal që e vonon deri në përfundimin, deri te arrja të një vendimi të plotfuqishëm. Po në rastin konkret, ajo që ka qenë ndoshta më e mira gjithë kësaj vonese, që i njëjti ka qenë në mosën e paraburgimit, sepse ka pas arsye të ndoshta të mjaftueshme për gjykatën që do ta pengoj rrjedhën e kësaj procedure penale dhe ka vepruar duke ia caktuar mosën e paraburgimit deri në përfundimin e këtij shqyrtimi. Pastaj vazhdon votja e dënimit nëse të njëjtit kanë një vendim plotfuqishëm. Ilir, falem për gjithë këto punë që gjykata kryen gjithë këto procese mirë, po nga ana e qeverisë patëm një përgjysmim të buxhetit platje. Sa ka dëmtu gjykatat në vend në kryerjen e punës pra si duhet? Buxheti për gjykatat, për Këshillin Gjyqësor të Kosovës është shumë i rëndësishëm. Për shkak se kapacitetet në gjykatat tona kanë qenë shumë të vogla. Nëse unë kam punuar për një kohë rreth një vit në gjykatën e Kosovës, Prishtinë, përkatësisht themelore në Prishtinë, dhe ka pasur kapacitete shumë të ulta. Ndërsa tani, pas 3 vitesh, ka ardhur një përmirësim i dukshëm. Bile tani e patëm ditën e djeshme, e patëm që janë dekretuar edhe një grup i gjyqtarëve. Dhe për të rritur cilësinë dhe punën e gjykatave duhet të ketë një buxhet. Për shembull, te ne avokatët që janë të caktuar sipas detyrës zyrtare, shoh shumë ankesa nga ana kolegëve që pagesat cilat është dashur të bëhen para 6 muaj nuk janë bërë ende, për shkak të mungesës së buxhetit të Këshillit Gjyqësor. Dhe është qeveria ajo që duhet t'ja jap buxhetin e mjaftueshëm në mënyrë që të rritet kapaciteti i gjykatave në Kosovë, të rritet puna dhe me këtë rast do të zhvillohet procedura më shpejt. Sepse kemi raste, shembull në procedura civile në gjykatat tona, kemi raste që është iniciuar procedura para 10 viteve, 15 viteve. Ka raste specifike që ka 20 vite që është personi në përgjykata tu merr me padia rigjykim, ndrohet gjyqtari, shkon një gjyqtar në shkollë tjetër, duhet tani një gjyqtar tjetër me dal landa, e kjo po shkakton zvarritje. Në raste kur ka një buxhet mjaftueshëm, edhe Këshilli Gjyqësor do të mund t'i bëj planet e tij, ta rris numrin e gjyqtarëve, numrin e zyrtarëve, bashkëpunëtorëve në gjykatat tona, dhe me këtë rast rezultati do të ishte shumë i mirë. Sepse do të kishte rezultat që punët e saj do të kryeshin më shpejt, lëndet do të ecshin më shpejt, dhe këtë rast buxheti është shumë i rëndësishëm për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Sigurisht, Ilir, unë falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e MVDES-at, na shfalosh të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me çështjet e gjyqësorit në vend, e aq më pak për një ditë kaq të rëndësishme që është dita e formimit të kushtetuesës. Faleminderit për jush. Një kënaqësi e të marr pjesë në këtë emision. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne kthehemi në studio për të diskutuar për çështjet politike në vend, ku do të flasim edhe për çështjen e formimit të qeverisë në vendit, po ashtu edhe për ftesat që lëvizjeve vendosje po i bën partive politike. Për të folur për çështjet politike në vend, veçanërisht për ftesat e lëvizjes vendosje që u bën tashmë për formimin e qeverisë së vendit, kam të ftuar 2 politolog, të cilët do të na njoftojnë më shumë rreth çështjeve politike në vend. Me mua është Adnan Çaka, i cili do të flasim më hollësisht për këto çështje, po ashtu edhe Korap Blakaj. Faleminderit shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e MVDES. Faleminderit për ftesë. Sot është dita e Kushtetutës, pra si shihni juve zbatueshmërinë e Kushtetutës në vend nga ana e politikës vendore? Në fakt, do thot, ne e dim që do thot që nga miratimi domthonë e Kushtetutës së Kosovës
Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk ka gjetë zbatim të duhur, dhe nuk jemi kënaqur me mënyrën e zbatueshmërisë Kushtetutës së Kosovës. Ani pse ne mburremi, Republika e Kosovës, Shteti i Kosovës mburremi që ne kemi një kushtetutë e cila është mjaft demokratike, që është që i zbaton vlera demokratike, por megjithatë ne nuk jemi të kënaqur me mënyrën e zbatimit të kësaj kushtetuese. Kësaj kushtetute, domethënë praktik, sidomos në fushat të caktuara, për shembull, nuk jemi kënaqur në fushën e drejtësisë, por ajo që është më shqetësuese është për shembull që fatkeqësisht kushtetuta jonë e ka inkorporu pakun e atisarit, edhe ka bërë pamundshëm funksionalizimin dhe prosperimin e shtetit Republikës Kosovës. Ne duhet ta themi edhe ta potencojmë një fakt për opinionin që është me rëndësi, ka thënë edhe vetë Marti Atisari, nuk keni qenë të obligueshëm, që ju ta inkorporoni pothuajse në tëndësi pakun e tij në Kushtetutën e Kosovës. Edhe kjo ka qenë thjesht një paku që është dashur vetëm një periudhë tranzitore 120 ditë, dhe në Kosova nuk mund të jetë shtet plotësisht funksional përderisa në Kushtetutën e saj nuk e largon pakun e desarsë, dhe në jetën kohë përderisa nuk lobon përmes miqve saj ndërkombëtar që në Këshillin e Sigurimit të OKB-s të largohet rezoluta 1244. Prandaj unë këtu e kam shqetësim i madh se ne e dim përmes pakut të asaj që është inkorporuar në Kushtetutën e Kosovës, Kosova nuk ka mundësi me bëj amandamentin kushtetuese. E ka shumë vështirë, domethënë, me pas tamam shtet funksional, ne e dim, për shkak mundësive dhe drejtat të fuqishme që e kanë me blloku minoriteti serb. Prandaj unë këtu e shoh shqetësim edhe në fushën tjetër, që e përmenda pak më lartë, domethënë fushën e zbatueshmërisë. Nuk jam plotësisht i kënaqur. Zotëri Pllakën, ne kemi pas që kushtetuesa shpesh herë ka thënë fjalën e saj në disa momente të caktuara historike në vendin tonë. Kemi pas që ka pas rrëzime të qeverive, presidentëve, po dhe ndërhyrje të tjera në çështje të rëndësishme të vendit. Po më lejoni shkurtimisht të ndërlidhem të zbatimi i kushtetutës, të kësaj kushtetute që ne kemi, pavarësisht unë ndaj disa mendime që kushtetuta duhet shumë të amandamentohet dhe të ndryshohet në shumë aspekte për të funksionalizuar shtetin e Kosovës më mirë, për të optimizuar funksionalitetin e shtetit tonë. Për shembull, jo vetëm në drejtësi ku përmendi kolegu, por shqetësimi kryesor i zbatimit të kushtetutës është mos zbatimi i saj për një kohë shumë të gjatë në veriun e Kosovës. Në ato komuna të cilat janë krijuar, domethënë, artificialisht me procesin e decentralizimit, ku Serbia ka tentuar, domethënë, të krijojë sa më shumë një numër të madh të komunash, e sidomos në veri, domethënë, që të sabotohet në vazhdimsi shtrirja edhe funksionaliteti i kësaj kushtetute. Për mendimin tim, me qenë se është dita e kushtetutës, unë mendoj që kushtetuta jonë është një kushtetutë e cila nuk është vazhdimsi e mendësisë patriotike të popullit shqiptar. Kjo parasysh që ajo, domethënë, avokon për një shtet multietnik çfarë ne e kemi, ku pozita e serbëve të Kosovës është jashtëzakonisht e madhe dhe ndikimi i saj është tepër i lartë. Edhe në formimin e qeverive, në formimin e institucioneve, po kryesisht, domethënë, duhet patjetër të arrihet numri prej 81 votave në Parlamentin e Kosovës për të amandamentuar ose ndryshuar diçka nga kushtetuta jonë. Për këtë arsye, formula e kësaj kushtetute është krijuar e tillë që të pengojë sa më shumë që mundet, domethënë, në funksionalitetin ose përshtatshmërinë ligjore për çfarë ka nevojë Kosova. Kur e them që është përjashtuese, kam parasysh dy fakte. Kushtetuta jonë nuk në preambulën e saj nuk e pranon idealin e dëshmorëve edhe idealin e brezave të Kosovës, domethënë deri në fund, as betimin e ushtarit të UÇK-s ose dëshmorëve që kanë dhënë jetën, domethënë duke u betuar, ku pjesë e betimit ka qenë lufta për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin e trojës shqiptare. Në të njëjtën drejtim, edhe ai që njihet si arkitekti i pavarësisë, domethënë ku tekstualisht e ka thënë vazhdimisht në konferenca ndërkombëtare dhe para ambasadorëve dhe para senatorëve, presidentëve amerikan,
që pavarësia e Kosovës është kompromis i kësaj kohe i popullit shqiptar, që lën të kuptohet që një intelektual i tillë, domethënë, ka avokuar për të ndodhur bashkimi kombëtar, sepse ne kemi qenë, si themi, jemi një popull, një këmbë, i cili në Ballkan është i vetmi që nuk e ka të realizuar në tërësi as lirinë e saj, po as tokat e saj nuk janë të bashkuara, por jemi të coptuar në shumë shtete. Për këtë arsye, unë e shoh që kjo kushtetutë është përjashtuese. Kjo kushtetutë, kryesorja e kësaj është, si themi, Kosova shtet multietnik. Por ne jemi një rast shumë i veçantë, ku përqindja e minoriteteve është shumë e ulët, dhe ju kemi dhënë, domethënë, kësi hapësire për të sabotuar, themi, kështu, komplet sistemin. Për shembull, janë në këto zgjedhje, për shembull, kemi pas një kërkesë interesante, e cila ja mundson fryma e ligjit, fryma e kushtetutës ja mundson, ku një deputete e Kombësisë Bosnjake, ose pretendente e Kombësisë Bosnjake, se numrin e saj ose votën e saj për ta formuar qeverinë, domethënë, e kushtëzon me krijimin e një kushtetute e një komune bosnjake. Kjo është fryma e ligjit. Tani, domethënë, në qoftë se ne kemi komuna serbe, komuna turke, tani do të kemi komuna bosnjake, ka kërkesa edhe të njëjtë minoriteti kroat, domethënë drejt për drejt Kroacia, pastaj mund të kemi lëvizje të tipit fetare, domethënë çush po shihen në Shqipëri me shtetin e Bektashive, mund të kërkojë dikush një komunë të Bektashive, një tjetër mund të kërkojë komuna katolike, sepse këtu i kemi pasur na gjatë historisë, kemi pasur me Vorjo Epirin në jug atje, po edhe me Republikën Katolike të Mirditës, domethënë ky është fryma e ligjit që mundson kjo kushtetutë, është e tillë që gjithmonë të shantazhohet funksionaliteti i shtetit. Gjykata kushtetuese, dalim te pyetja që e zgjata pak, gjykata kushtetuese ka dhënë shpeshherë verdiktet e saj, por sidoqoftë, domethënë, unë tentoj ose jam një zoj i cili avokoj që të shkohet drejt shpalljes së Kosovës shtet i kombit shqiptar dhe i pakicave të tjera, sepse ne nuk jemi në fazën e ndërkombëtarizimit të çështjes Kosovës, por ne kemi hyrë në fazën e kombëtarizimit të çështjes tonë. Për këtë arsye, domethënë, për mendimin tim, Kosova duhet të jetë shtet i kombit shqiptar dhe i pakicave lojale që jetojnë këtu. Dhe duhet të ndryshohet kushtetuta. Për të ndryshuar kushtetutën, domethënë, ose duhet të kemi një prerje të jashtëzakonshme, me një situatë të jashtëzakonshme, ose duhet të luftohet, domethënë, që të arrihet masa kritike që populli të dalë dhe ta kërkojë dhe t'ja imponoj politikanëve tonë, domethënë që të ndryshohet kushtetuta. A i thoni se nëse ndodh një bashkim i tillë, pra gjithsesi duhet ketë një prerje të jashtëzakonshme, pra keni fjalën për çështjet me komuna serbe, apo? Unë çështja cilën e mendoj unë, ne jemi një shtet i cili e kemi ndërtuar, kemi fituar pavarësinë me sakrifica tepër të mëdha, të jashtëzakonshme. Për këtë arsye, ne nuk kemi të drejtë, as ndaj kombit tonë, as ndaj gjeneratave para nesh, po as ndaj fëmijëve tonë, nuk kemi të drejtë të bëjmë eksperimente me të arriturën më të madhe të kombit shqiptar në 100 vitet e fundit. Për këtë arsye, politikanë dhe liderët duhet të jenë tepër në një nivel të lartë që të mos e vënë në pyetje funksionalitetin e Kosovës, sepse Bashkia Ndërkombëtare i ka shpërbërë në vazhdimsi shtetet të cilat nuk kanë qenë funksionale. Marrim një shembull. Është përndar Bashkimi Sovjetik që ka qenë një bashki, një fuqi ose një pakt tepër i madh. Është përndar, domethënë, Pakti i Varshavës. Po ashtu një pakt ushtarak shumë i fuqishëm. Është ndar Jugosllavia, është ndar Çekoslovakia, pastaj nëse ju referohen perandorisë, e kem perandorinë austro-hungareze, perandorinë osmane e të tjera. Të gjitha këto bëhen eksperiment, nëse nuk funksionojnë si duhet si shtete, domethënë këto i nënshtrohen një legitimiteti ndërkombëtar për të bërë operacione të cilat ata i mendojnë pastaj që janë. Për këtë arsye dhe Kosova, nëse nuk arrin të bëhet shtet funksional në tërësinë e territorit të saj,
rrezikon gjithmonë, domethënë, të bëhet pjesë e një tavoline ku diskutohet qoftë pavarësia, qoftë territori i saj, ose qoftë statusi i saj politik. Po, Zoti Shaka isha kthyer çështja e Trump, pra ku shpeshherë kemi pas diskutime se mund të jemi në pjesë të tavolinës së tij edhe për të diskutuar për çështjet e territorit të vendit. Ne si që dim, do më thonë negociata, do më thonë, do thotë që ka ndodhë 2020, do thotë ku ishte në Washington, do thotë takimit të Washingtonit. Në fakt, ajo marrëveshje që është arritë në Washington, nëse do thotë e studiojmë dhe analizojmë në tërësi, megjithatë ka pas pika që e shkelin Kushtetutën e Republikës Kosovës. Këtë të dhënë presidenti i Republikës Kosovës, dhe kështu që unë mendoj se si marrëveshje nuk ka qenë marrëveshje në interesin e Republikës Kosovës dhe që e ka, do thotë, e dëmtonte edhe subjektivitetin ndërkombëtar Kosovës. Pse themi këtë? Do thotë ka shumë pika, ka shumë argumente, domethënë që ajo si marrëveshje ka qenë, do thotë, jo e favërshëm për Republikën e Kosovës. Mirë po, ajo që ka qenë më absurdje, domethënë, në marrëveshjen e Washingtonit, është cilësuese se do të ketë një marrëveshje finale dhe një paqe mes, do të thotë, të serbëve dhe shqiptarëve. Dhe ne po shohim në vazhdimsi që ajo nuk ka ndodhur. Dhe nuk mund të kemi paqe mes serbëve dhe shqiptarëve përderisa nuk ka denazifikim, demitazim, demokratizim dhe coptim Serbisë. Kjo është e pamundshme. Dhe me këto tendenca për me josh Serbinë, edhe me dëmtu shqiptarë, kjo është shumë e dëmshme. Nëse më lejohet, do të ndërlidhesh asaj përket këto ambicjeve jo demokratike, nëse mund quhet ashtu të minoriteteve, në farë mënyrë po tentohet me shantazhu Republikën e Kosovës. Kjo vije si rezultat i këtij procesit decentralizimit që ka qenë decentralizim politik, që ka filluar prej 2001 edhe më pasaj që e përmend pakon antisar dhe Kushtetutën e Kosovës, fakt mënyra decentralizimit që ka filluar në Kosovë ka qenë dhe është zbatuar decentralizim puro politik dhe që e ka shkel edhe kartën evropiane për qeverisë lokale e vitit 1985. Dhe ne nuk mund të lejohemi dhe këto komune që janë kundër, do thotë, në mënyrë jo ligjore. Nuk, do të thonë, ne e dim që me ligj, do të me Kushtetutën e Kosovës, ato duhet i kenë, do të thonë, mbi 5.000 banor dhe i kanë marrë ka 2.000 diçka banor dhe me disa me shqiptar, do të thonë, nuk i kanë plotsu ligjin, nuk i kanë plotsu kriteret ligjore. Mandaj, kështu që mendoj që duhet jemi shumë sy hapun sa i përket këtyre, do të thotë, ndryshimeve gjeopolitike, sepse kam frikë, nëse ne nuk jemi, do të thotë, unifikum gjithë aspekti politik kosovar, që të jemi unik, që mos pranojmë marrëveshje të cilat janë në interes të shtetit tonë Republikës Kosovës, për ndryshe nëse ne do të shkojmë përçarë në, do të thotë, negociatën dhe takimet e ndryshme që mund të jenë thirrur nga Donald Trump, mendoj që atëherë do mund të shohim shumë keq. Një çështje më e rëndësishme u diskutua dhe dje në Këshill të Evropës, pra ku ishte pjesë edhe ministrja e diasporës Radonika Gërvalla. Si keni pa i paraqitjen e zonjës Gërvalla në këtë komision? Zakonisht në politikën dhe jashtme, paraqitjet e politikanëve ose përfaqësuesve janë aq të fuqishme ose janë aq të mira po sa kanë shtetin prapa që i përfaqëson. Thonë, nuk mund të presim një ndikim tepër të madh të zonjës Gërvalla, do të thonë, në konferencat e tilla, por as në Këshill të Sigurimit, po as në një tavolinë, do të thonë, të kësaj natyre, për shkak se fuqia jonë është e tillë. Nëse i referohemi historisë për ta ilustruar si shembull, në konferencën e Jaltës, në fund të konferencës së Jaltës, domethënë kur ishte dakorduar shumica e gjërave mes tre liderëve të mëdhej, tregohet një ngjarje që edhe Papa i Vatikanit e ka dërguar një ambasador të vetin me disa kërkesa dhe përgjigja ka qenë shumë e shkurtë e liderëve të cilët kanë qenë pjesë aty e tavolinës, kanë thënë ky Papa sa divizione ushtarake ka, edhe ata përfaqësues të tyre kanë thënë jo, Papa nuk ka divizione ushtarake. Atëherë nuk merren parasysh kërkesat e tilla dhe le të lirohet konferenca për kësaj ide. Ajo e lidhni që edhe paraqitja në Këshill të Sigurimit të Kosovës. Sidoqoftë, zonja Gërvalla në paraqitjet e saj e ndihmon e vërteta e Kosovës. Domethënë, ajo nuk ka nevojë të shkojë atje të shpikë ose të ndërtoj një strategji e cila, domethënë, një narrativ
falso ose diçka tjetër. Për këtë arsye paraqitjet e saj i ndihmon e vërteta ose realiteti i Kosovës në cilin është. Unë mendoj që ajo e ka mbrojtur Kosovën në atë mundësi që e ka pasur. Ne pamë edhe reagimet antarëve të Këshillit të Sigurimit ku tha se kanë mbështetje të Kosovës, sidomos me çështjen e Barnskës, pra. Bashkia ndërkombëtare sa i përket Kosovës ka qenë relativisht e ndarë. Jo gjithmonë ne jemi e vërteta jonë është favorizuar. Për shembull kemi një ngjarje interesante nga bisedimet e fundit të kryeministrit me kryeministrit tonë me presidentin Vučić, ku gjithmonë Kosova penalizohej pas çdo takimi derisa shkoi në atë nivel që ne morëm edhe domethënë u futëm në një si themi në një formulë të dënimeve ose të mos bashkëpunimit të Bashkimit Evropian ku ndalen edhe fonde caktuar ose thënë më shkurt u futëm në sanksione. Pavarësisht që e vërteta nuk ishte domethënë e tillë, për këtë arsye ne duhet të jemi të kujdesshëm, politika jonë duhet të jetë e kujdesshme sepse jo në tërësi bashkia ndërkombëtare është e unifikuar sa i përket Kosovës. Kemi shtete të cilat na përkrahin, po kemi edhe një numër tepër të madh të shteteve të cilët janë kundër Kosovës ose kundër narrativa që i prezanton Kosova. Nëse më lejohet me vazhdu sa i përket ato që u tha në Këshillin e Sigurimit, do të ndërlidhesha me deklaratën e ministrit punëve të jashtme të Serbisë Marko Đurić. Në fakt, ato që do të thonë dëgjojmë me deklaratat e Marko Đurićit nuk është diçka risi, është një vazhdimsi, një qëndrimi shovenist domethënë Serbisë në raport me Kosovën. Aty u thanë ne jemi pa me performancën e Serbisë zakonisht në Këshill të Sigurimit që ka kundër Kosovës. Aty u tha domethënë vetëm shpifje, gjërat pa vërteta se këtë domethënë qeveria e Kosovës dhe shteti i Kosovës domethënë po keq trajton minoritetin serb. E vërteta është keqësisht e kundërta, ne edhe jo vetëm që përmend aspekt ligjor që kemi një kushtetutë demokratike, po në vazhdimsi Kosova domethënë ka trajtuar jashtëzakonisht mirë minoritetet, veçanti minoritetin serb. Këto tendencat e domethënë diplomacisë serbe për ta paraqitur Kosovën si do thotë si një vend agresiv janë jashtëzakonisht shqetësuese dhe janë jashtëzakonisht pa baza. Nuk është diçka që e përmend diçka rësi. Kjo ka vazhduar domethënë nga 1860 diplomacia serbe ka filluar intensitetin e saj kundër shqiptarëve dhe konkretisht edhe kundër Kosovës. Do fillu prej 1899 ku ata realizojnë një projekt që thirret do thotë libri i bardh në atë kohë domethënë te kryeministit famkeq domethënë Pashiq. Jo, ka qenë që është hartuesi i elaboratit domethënë Garashanini. Jo hartuesi është domethënë ky domethënë është një projekt një elaboratin serb që ka shkruar domethënë për momentin nuk po më kujtohet. Do thotë ajo që është esenciale domethënë prej 1899 do thotë kemi një vazhdimsi domethënë do thotë politikës serbe, diplomacisë serbe, do thotë duke shpif për shqiptarët dhe ajo që e pam tani do thotë nuk është diçka risi, është me plot trillime, me plot shpifje, do thotë me gjëra të cilat janë krejtësisht pa baza që nuk kanë asgjë të vërteta. Ne e kemi parë që kemi dalur pra nga zgjedhjet e fundit, po shihen ftesat që po dërgohen sa i përket formimit të qeverisë së vendit. Si keni pa ju këto ftesa? Ishte ajo elitës demokratike e cila pati një bujë të madhe mediale. Numrat janë vendosur në momentin e zgjedhjes, përqindja është vendosur domethënë në kutitë e votimit. Ne kemi këtë rezultat të cilin e kemi. Si shihet, domethënë kryeministri Kurti nuk arrin të formojë qeveri vetëm dhe për këtë arsye do duhet të bëjë një koalicion. 15 prilli është, si themi, dita e vërtetës. Ajo që është shqetësuese për mua është që ne kemi gjithmonë një narrativ ku partitë politike nuk janë të hapura me publikun dhe bëjnë bisedimet gjithmonë në lokale, në tavolina dhe nuk janë të hapur për publikun. E si që ta me nismen pra? Kjo është shqetësuese, më fal vetëm shkurt.
ajo që kryeministri ka bërë ose vetëvendosja ka bërë në drejtim të lidhjes demokratike ka qenë duke e përjashtuar të dytin, domethënë PDK-n, mendoj që ka një simbolik më të thellë sepse tenton të krijojë një koalicion me një parti siç është LDK-ja për të përjashtuar, domethënë njerëzit ose PDK-n dhe AOK-n të cilët janë dëshmuar në qeverisje për një kohë shumë të gjatë. Domethënë mesazhi publik që tenton vetëvendosja me këtë letër është i kësaj natyre, që ne po tentojmë të krijojmë qeverinë me dikë nga njerëzit që nuk janë të korruptuar, nuk kanë qenë të testuar në qeverisjet paraprake. Mirë po, shqetësuese është për arsye se koalicionet që ndodhin në Kosovë nuk janë koalicione as ideologjike as programore. Janë më tepër koalicione të numrave, ose ajo që njihet tashmë që është edhe në zhargonin tonë medial, domethënë parti ose koalicione të pazareve. Kush çfarë merr domethënë në këtë. Ajo është shqetësuese për mendimin tim, por mendoj që partitë politike në Kosovë për të realizuar një koalicion duhet të binë dakord ose të krijojnë një konsensus me vetëm një emrus të përbashkët. Dhe ky emrus i përbashkët është interesi kombëtar i Kosovës. Në qoftë se partitë tona ndalen edhe krijojnë një platformë ku nuk diskutohet në asnjë variant funksionaliteti i shtetit në veri, ku nuk krijohet asnjë lehtësim, domethënë për kriminalët edhe për grupet paralele, ku nuk do të vi në asnjë shprehje krijimi i asociacionit, domethënë rreziqet të cilat i ka Kosova, në qoftë se këtu partitë politike krijojnë një koalicion me këtë narrativ, atëherë nuk ka dert kush me cilën parti do të ndërtonte qeverinë. Nga ju, zotëri, si e keni pa juve çështjen e ftesave nga lëvizjave të vendosja? Para se të filloj ato vetëm deshta të rikujtova sa i përket është Vladan Gjorgjević, është domethënë shovenist i serb, domethënë atë kohë ka qenë kryeminist kur është bë libri i bërë 1999. Kështu që unë mendoj që oferta domethënë edhe ftesa e lëvizjes vetëvendosje do të drejtuar lidhjes demokratike të Kosovës është do thotë një kërkesë legjitime, është një drejtë domethënë për me një parti që ka fituar shumicën që kërkon do thotë me themelu me formu qeverinë. Mirë po mënyra se si është do thotë refuzu, do thotë unë e shoh diçka që nuk paraqet pjekuri politike, nuk është diçka korrekte. Spari do thotë është dash me negociu, dhe nëse nuk e shet arsyeshme, nuk arrin mu dakordu programet e dy partive politike, atëherë do thotë me refuzu. Mirë, po në këtë formë dhe shoh një veprim jo të mirë. Ajo që i duhet Kosovën në këtë situatë, i duhet një qeveri që ka numër shumë më të madh, domethënë deputetëve, sepse nëse me Stazomni është një qeveri që i ka 61 ose 3-4 deputet, është shumë pa mjaftueshmëri për të vazhdu tutje, domethënë për miratu ligjin në Kuvendin e Kosovës dhe mund shantazhohemi domethënë edhe nga minoritetet dhe do të jemi situatë pa lakmueshëm. E përmenda më parë të çështjat të Trumpit, sidomos në këtë kohë ne patjetër në është dashur një qeveri, do thotë që është një koalicion i partive që ka numër shumë më të madh deputetëve dhe një konsensus sidomos politike në jashtme. Ajo që neve na mungon aktualisht dhe na ka munguar, domethënë vazhdimsi, ne nuk kemë arrit me hartu tamam qartë një strategji të mirëfillt për politikë të jashtme edhe për siguri kombëtare dhe njëtën kohë me kriju, do thotë tabu kombëtar, strategji të mirëfillt, domethënë politikë jashtme që në mënyrë që ne mos devijojmë me ditë qartë cilat janë prioritetet tona, cilat janë synimet tona dhe strategjitë, do thotë që në mënyrë që në asnjë mënyrë ne mos me vu pikpyetje shtetësinë dhe suverenitetin e Kosovës. E përmendi shumë bukur kolegun, në asnjë mënyrë ne nuk duhet, do thotë, shojnë pena në aspektin asaj që jo të themelohet asociacioni. Asociacioni komunave është e quajtur asociacioni komunave me shumicë serbe, çfarë do variani, edhe qoftë me gjysmë ekzekutiv. Ai do të shndrohet nesër mas nesër me kompetenca ekzekutive dhe do të aparalizonte domthonë komplet shtetësinë e Kosovës. Prandaj në asnjë mënyrë
partitë politike nuk duhet pranojmë, kështu filloi edhe në Bosnjë, e ka përmendur vetë mediatori i marrëveshjes të Dayton Richard Holbrooke që kanë bërë gabim. Prandaj pse ka nevojë, domethënë kur ne kemi një dëshmi në praktik që ka qenë plotësisht e gabueshme, mu implementu edhe mos zbatu në Kosovë. Kosova e ka të thotë ka zbatu jashtëzakonisht shumë, ka bërë koncesione të mira të vazhdueshme. Dhe mendoj që ka ardhur koha që ne të kemi burr shtetas që të jetë shumë i qartë para faktorit ndërkombëtar që mos të pranon, domethënë mos bën shime, do thotë në ato pika që mund të dëmtohet subjektiviteti i Kosovës. Sigurisht pa, është kjo një farë mënyrë dënimi për lëvizjet vendosje për shkak të gjuhës së përdorur në fushat, pra ku i quajti hajvanat, e si të dykyhi, pat edhe shumë shprehje të tjera të cilat i fyti partitë politike në një mënyrë apo në një tjetër. Për mendimin tim, opinioni i tillë i kryeministrit ku i referohet me termin hajvanat të tjerëve, ka qenë një gjuhë që nuk i takon profilit të tij, ka qenë një rrëshqitje jashtëzakonisht e rëndë për nivelin e kryeministrit. Prandaj unë e kam gjykuar totalisht negative, të panevojshme, të padobishme, madje që mund të ketë edhe impakt pastaj. Unë mendoj që gjuha e tillë, nga gjuha e tillë, liderët tanë duhet të përmbahen në vazhdimsi. Por një gjuhë e tillë tashmë është bërë, si themi, lehtë e përdorshme nga shumë politikanë në Kosovë. Më lejoni të theksoj vetëm një ngjarje që ndodhi ose një zë i një politikanit fuqishëm në Kosovë, një kryeministri, domethënë ku i drejtohet kryeministrit aktual me agjenti i Serbisë ose bashkëpunëtori i Serbisë, duke mos sjellur fakte konkrete, domethënë, po duke ndërtuar konkluzionin e tij në bazë të opinionit ose si themi ku e di unë, ndoshta dëshirave ose analizës së tij, por fakte konkrete për të ndërtuar ose për të thënë publikisht një akuzë të tillë, madje në parlament, jo vetëm në Vedja, por edhe në parlament ku bashkohen dy parlamente, ku është bashkuar edhe parlamenti i Shqipërisë, është gjuhë tepër e rëndë. Prandaj ne kemi nevojë për një klasë politike e cila, si themi, ndërton një lloj konsenzusi e para për interesin nacional të Kosovës, domethënë temat të cilat nuk lejohet asnjëherë të preken, po edhe e dyta në qasjen dhe në bashkëpunimin me njëri tjetrin. Partitë domethënë interpretimi i gjykatës kushtetuese që e drejta për të krijuar qeverinë e fiton mandatari me numrin më të madh të vota, është tashmë domethënë është rregull në Kosovë, por mos të harrojmë secila parti politike, secili lider është përgjegjës në atë përqindje sa populli i ka besuar. Domethënë krijimi i qeverisë me 20% i takon edhe PDK-s, me 18% i takon edhe LDK-s, me 7% i takon edhe AOK-s. Domethënë nuk është që këta kanë të drejtë të thonë tani, ja për shembull ka fituar Kurti vetëvendosja me 40% dhe le ta krijojë ajo qeverinë, ne nuk kemi obligim. Po keni obligim bazë asaj përqindje. Domethënë se populli u ka dhënë aq përqindje dhe aq keni obligim. Tani po një herë ju jepet të drejta Kurtit. Tani po, por tani, domethënë ajo që me këto partitë të tjera. Ajo që kërkohet, dhe që është imperativ jashtëzakonisht i rëndësishëm i kohës, është krijimi i një koalicioni shqiptar. Nuk ka mundësi, domethënë, që të lejohet Kosova të shantazhohet drejt për drejt nga Beogradi me listën serbska, sepse kjo është një vetvrasje shtetërore. Nuk kanë të drejtë me atë përqindje që e kanë fituar partitë shqiptare të abstenojnë nga pushteti, domethënë do të thonë, jo, ne nuk duam ta krijojmë një qeveri me këtë ose me atë, po le të krijohet me listën serbska. Kjo është një vetvrasje edhe politike, po edhe shtetërore. Për këtë arsye unë i vë si themi në përgjithësi në atë numër ose në atë përqindje që i kanë fituar votat. Kë në shë me kënë në koalicion në formimin e qeverisë, pra? Që se tashme janë temat të nxehta duke diskutuar. Por nëse e shohim basë, domethënë në aktualitetin e zhvillime politike që janë, mendoj që lëvizja vetëvendosje do thotë mund ta merr nismen
dhe me minoritetet dhe eventualisht ndonjë deputet, domethënë nga partitë e tjera, dhe besoj që mund ta formon qeverinë. Nëse nuk e arrin domethënë me themelu qeverinë, atëherë do thotë është mandatari, domethënë presidenti i Republikës Kosovës, do thotë në afat prej 10 ditëve ka drejt domethënë me jep mundësinë mandatarit 2, domethënë konkretisht kandidatit për kryeministër nga radha PDK-s Bedri Hamzës. Nuk e dim tash se si do rrjedhen, do thotë vetvendosja thotë që do të kem mundësi domethënë që ti siguroj 61 do thotë votat e nevojshme domethënë për themelu qeverinë. Kjo momentalisht jo vetëm ja mundësi domethënë me nismën dhe eventualisht ndaj deputet partive tjera, domethënë se për koalicion me thash LDK domethënë e refuzoi dhe PDK nuk ka gjatë ose Aleanca për Armërinë e Kosovës. Ramushi pa doli edhe me një deklaratë, tha asnjëherë nuk do të. Sa përket edhe një fakt që e përmendi shumë bukur kolege, fatkeqësisht ne gjatë fushatës do thotë jemi përballë me një fushatë shumë tegër. Edhe kjo është një seriozitet që ne ende nuk kemi krijuar një kulturë të fillt politike. Për ashtu duhet kisha me lavdëru kandidatin me kryeministër nga PDK Bedri Hamza, ka pas një fushatë jashtëzakonisht kulturum dhe unë mendoj që duhet secili do të thotë kandidat për kryeministër me pas një gjuhë afruese, sepse ai më së pari duhet me llogarit veten që nesër mund bëhet kryeministër dhe nuk duhet ta hekat petkun partijak. Jo është përfaqësuesi do thotë gjithë partive politike dhe gjithë shtetit. Dhe nuk na ka hije me këto deklarata. Deklarata ka qenë e pamatur e kryeministrit e Republikës Kosovës, por dhe shumë deklarata e pamatur ish kryeministrit Kosovës Ramush Haradini, sepse tashmë është bërë shumë në farë mënyrë shumë trend kjo çështja e etiketimit njerëzve pa fakte, pa bazë. Ne kemi organet e drejtësisë dhe nëse kemi fakte dhe prova se dikush mund të jetë agent i një shërbimi të caktuar, atëherë duhet ne t'i faktojmë ato. Nëse një person e din se filon personi është agent i një shërbimi dhe nuk e depoziton në organet e drejtësisë, atë është vepër penale. Pse do thotë ai më shef këto fakte. Kështu që nuk i ka as Ramush Haradinit, pas asnjë do politikan që kalon me një gjuhë të vrazhd. Nderuam për fund, kën e sheti në koalicion me Lëvizjen Vendosje? Për dëshirën time, LDK-ja ka ndërtuar para këtyre zgjedhjeve, po flasim për zgjedhjet e para 4 viteve, ka ndërtuar, si themi, një rrugë të re, ose ka synuar një rrugë të re, sepse mos harrojmë në atë kohë është votuar koalicioni LDK Vetvendosje. Edhe votuesit e LDK-s e patën votuar LDK-n për të shkuar në koalicion me Vetvendosjen, por edhe votuesit e Vetvendosjes patën votuar në atë frymë. Kemi pasur atë qeverinë e koalicionit e cila nuk zgjati për shkak disa akterëve ose disa emra konkret të cilën pastaj në reformën e brendshme të Lidhjes Demokratike ato figura u lanë jashtë. Më thonë, e kemi ish ministrin e brendshëm Agim Veliu, nuk ka qenë faktor ndikues brenda Lidhjes Demokratike. Për këtë arsye ka qenë ndërtuar, si themi, një fizionomi që në një afat të gjatë, domethënë Kosova të shkojë drejt një profilizimi, si themi, drejt detyrimit që të përfundojmë në 2 parti të mëdha, një parti e majtë më e madhe ose edhe një djathtë më e madhe, mos kemi numër kaq të madh të partive. Ajo që është shqetësuese tani është sepse ne kemi parë, domethënë që brenda Lidhjes Demokratike ka zëra të cilët nuk e pranojnë të shkuarit në koalicion me Vetvendosjen. Kush janë këta zëra? Njëri ndër ta u doli domethënë para disa kohësh që madje kërkoi edhe ndrimin e leadershipit të LDK-s, ish kryeministri i jo legjitim që pa të ardhur me një formë jo legjitime në pushtet, Abdullah Hoti, ai është kundër dhe njerëzit me përreth ti. Dolin deklaratë dhe tje do ardhsa. Përreth ti. Po, shikojeni, gjithmonë domethënë krijohet kjo, popularizohet brenda LDK-s për të mos e lejuar, si themi, të kapitalizoj ato synimet vërtet strategjike dhe që ka nevojë LDK-ja t'i bëj. LDK-ja në popull është penalizuar për shkak të qenit bashkë ndihmuese e Partisë Demokratike të Kosovës. Domethënë votuesi i LDK-s vazhdimisht e ka penalizuar LDK-n për këtë lloj bashkëpunimi. Domethënë mos harrojmë, kjo që ndodh sot, domethënë me deklaratat edhe zonjës Daorsa Kica Xhelili është për shembull e diskutueshme.
Pse është e diskutueshme? Sepse mos harrojmë, LDK-s janë vrarë shumë figura politike. Shumë veprimtarë të LDK-s janë vrarë, domethënë është derdhur gjaku i tyre, dhe narracioni i LDK-s ka qenë që janë vrasje politike. Dhe kur kanë thënë që janë vrasje politike, automatikisht fajtori ka qenë oponenti politik, dhe pas çdo zgjedhjeve, domethënë sado që këto akuza kanë qenë jashtëzakonisht publike, domethënë kemi parë gjithmonë koalicion PDK me LDK-n. Domethënë, në qoftë se ata e kanë tejkaluar atëherë edhe narracionin e vrasjeve të figurave të tyre dhe kanë bashkëpunuar me PDK-n, ku është problemi ose çka është penges madhore që sot LDK-ja të shkojë në një koalicion me Vetëvendosjen edhe të realizohet, domethënë, një qeveri stabile, sepse Kosova vërtet ka nevojë për një qeveri stabile. Pse ka nevojë për një qeveri stabile? Për shkak se është e ekspozuar ndaj 3 faktorëve të rrezikut. Në një është faktori geopolitik që e rrezikon Kosovën, në 2 është lufta hibride që e rrezikon Kosovën, dhe në 3 ajo që e përmendëm përpara, që mos funksionaliteti i brendshëm e rrezikon Kosovën. Prandaj ne nuk duhet të lejojmë asnjëra nga këto rreziqe që të marrë avantazh. Prandaj unë do doja, domethënë, që Lidhja Demokratike të Kosovës të shkonte në koalicion me Vetëvendosjen. Sepse skenari i tretë, domethënë, është të përfundojmë në zgjedhje edhe një herë. Gjë që nuk është shumë i dëshiruar, duke ditur se kemi edhe zgjedhjet lokale shumë afër, pra na presin edhe shumë çështje të rëndësishme për vendin, pra shpresoj që do të kemi një unitet ndërpartijak të ndëruar. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë që jeni pjesë Infodesë dhe të flasim për këtë çështje mjaft të rëndësishme për vendin tonë. Faleminderit shumë për ftesë. Të nderuar shikues të Infodesë, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirë mbetshi.